Ka ndonjë të ri që do të flasi? Ndonjë të ri? Do na flasë? Se nuk ka faja. Po? Banori fshatit Qerrav, merrem me mbashtrimin e lektorive e tinta. Nuk e ikur jashtë? Nuk kam ikur. Nuk e ikur? Nuk kam ikur. Pra ti e nga ata të rinjt Po, që janë nga këta të rinj që dua të punoj e do vendin tënd. Po, e dua vendin tim. Gjithë e duan, po që Po, pse dhe kryeministri, kemi dëgjuar dhe kryeministrin që ka deshur do ta ndihmoj rinin, edhe me shpresën kemi ndenjur këtu. Ne do t'i japim të gjithë emigrantëve një mundësi për të investuar kursimet e tyre, për të hapur derën e shtëpisë gjyshit babës dhe për ta kthyer atë në një bujtin, duke shfrytzuar dhe prodhimet e zonës. Për çdo emigrant që do dojë të bëjë këtë, ne do t'i japim 5.000 euro. Po na i morën kullota, nuk kemi ku ta mbajmë lektorin, dhe nuk e di, jemi në një udhkryq. çfarë do bësh po ta morën kullotën? Po çfarë do them? Duhet ikim për vendit. Pra nga ajo që thot kryeministri po shkon drejt të kundërt të sasaj. Ne dëgjojmë kur çfarë flet ai në televizor, edhe gëzohemi. Kurse këtë ndodhet e kundërta. Na ndodhet e kundërta. E kuptoj. Po. Faleminderit. Faleminderit dhe juve. Miqtë e mi, dëgjuam shumë fjalë trishta nga fshati Qerrav. Edhe më të trishta se herën e parë. Aso kohë kishim problem rrugë, problem kamionësh e probleme tjera që ka fshati. Sot kemi problemin më themelor. Pronën. Është prona, është toka që i mban fshatarët e lidhur. Pa tokë nuk ka fshat. Nuk ka çoban, nuk ka fermer, nuk ka fshat. Pra, të gjitha mesazhet i shkojnë drejt për drejt kryeministrit. Do ta mbajmë fshatin me fermer, me çoban, e të prodhoj ushqime bio për turizmin, apo do ta shkrijmë fshatin e do t'i bëjmë panele diellore. Përgjigjen e ta jap vetë kryeministri. Miqtë e mi, ky është emisioni nga Qerrava. Besoj se folëm hapur, folëm troç, ashtu siç flasim në të gjitha emisionet. Ky është qëllimi i fol, të sjellim zërin e njerëzve nga ku ata jetojnë, pa filtra, pa censurë. Emisioni i radhës do të jetë premten tjetër, deri atëherë nga unë Erion Skëndaj, kalofshi sa më mirë.